Partia e Lirisë përshëndet dhe mbështet plotësisht rezolutën e 8 për Shqipërinë të miratuar nga Bashkimi Ndërkombëtar Demokrat IDU, që jo vetëm reflekton me realizëm dhe përgjegjësi situatën shumë të rëndë dhe krizën e thellë politike, institucionale dhe demokratike në vend, por shpreh shqetësimet në rritje të organizatës globale të partive të qendrës së djathtë dhe të djathta në lidhje me zhvillimet dhe stagnacionin e procesit të integrimit evropian të vendit. Partia e Lirisë falenderon me mirënjohje IDU për mbështetjen ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë dhe për denoncimin shumë të qartë ndërkombëtar të narko-regjimit mafios të Edi Ramës në lidhje me pengesat e qëllimshme që po i bën këtij procesi nëpërmjet kapjes dhe kriminalizimit të shtetit në çdo qelisë, farsave zgjedhore, si dhe përndjekjes politike të tre drejtuesve kryesor të opozitës, liderit të Partisë Demokratike Profesor Dr. Sali Berisha, presidentit të Partisë Lirisë Zotit Ilir Meta dhe kryetarit të Partisë Republikane Zotit Fatmir Mediu. Kjo rezolutë përbën një thirrje të qartë për domosdoshmërinë e rikthimit sa më parë të Shqipërisë në shinat e shtetit të së drejtës, të demokracisë funksionale dhe integrimit të vërtet evropian, duke evidentuar me shqetësim të thellë degradimin e të gjitha standardeve demokratike dhe kapjen e të gjitha institucioneve nga Edi Rama. Sipas rezolutës, korrupsioni sistemik, si dhe mungesa e llogaridhënies në nivelet më të larta të qeverisjes, përbëjnë një pengesë serioze për avancimin e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian. Në mënyrë të veçantë, Partia e Lirisë vlerëson theksin që kjo rezolutë vendos mbi fenomenin shqetësues të drejtësisë selektive dhe ndjekjeve penale të motivuara politikisht ndaj liderëve të opozitës, Zotit Berisha, Zotit Meta dhe Zotit Mediu. Këto procese politike përbëjnë një precedent të rrezikshëm për demokracinë, pasi cënojnë parimin themelor të barazisë përpara ligjit dhe minojnë seriozisht besimin e qytetarëve te sistemi i drejtësisë.